Ky është momenti kur në Mekka, do më thonë tek vendi i shenjt, kam bërë lutje në natën e 27 të Ramazanit për popullin shqiptar nga Kosova që ishte në luftë duke përjetuar të merrin nga Serbia. Hajde ta ndëgjojna, pastaj kam do fjalë për këtë pjesë. المجاهدين في سبيلك والمضطهدين في دينهم في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين على اليهود الغاصبين اللهم انصرهم في كوسوف على الصرب الظالمين وفي كشمير على الوثنيين الحاقدين وفي كل مكان يا رب العالمين. Allahu të natë mirat ja u dhovë për gjithë se cilin prej juve që keni bo lutje gjatë asaj kohë për Kosovën që sët me kanë liri. Faleminderit nga një shqiptar. Por, e kam një pyetje për islamofobat edhe këta që e kritikojnë fenë islam. Ku ishte Vatikani që nuk ka bo lutje për popullin shqiptar? Tregomni këtë pjesë, edhe nuk pes gati ma shumë video.